Po e nisim këtë edicion me Dafina Zeqiren, e cila kohëve të fundit është bërë pjesë pothuajse secilës gazetë e gjithashtu edhe portaleve të ndryshme, si për këngët dhe projektet e saj, ashtu edhe për jetën private. Pas udhëtimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ajo përsëri eksperimentoi me lookun e saj. Ditët në vijim po pret edhe përfundimin e videoklipit më të ri Tonight. E një gjë është e sigurt, ajo po ndihet e përmbushur me gjëra që po i ndodhin dita ditës. Materialin në vazhdim ju tregon më detajisht për të rejat e saj dhe e ndjekim bashkë. Këngëtarja që para një kohë lansoi albumin e saj të parë si dhe videoklipin e këngës Supernova, Dafina Zeqiri kësaj radhe dukej ndryshe. E karakterizuar me një shami në kokë, e veshur si të ishte atlete, me një buzëqeshje të ëmbël, por e vendosur që të tregoj për zhvillime që është duke i bërë këtë periudhë paraverore. Përgatitje performancës X Factori që është në 3 qershor, normalisht edhe video festi që është në 5 qershor, edhe disa projekte të reja për sezonën verore. Pa diskutim që Dafi është këngëtarja më e në momentit, ku nuk ka ditë që portalet apo media të mos flasin për të. Lojën maca e mio, ajo po e luan mirë. Në rrjetet sociale, Dafina çdo herë rifreskon adhuruesit me foto interesante, por edhe provokative. Disa nga to janë me ledrin. Lidhja e tyre filloi të përfoljet që kur u paraqitën së bashku në emisionin festiv të Klan Kosovës, por thashë thëmeve nuk u doli balla askush që t'i mohante ose pohante. Apo e thyen heshtjen kësaj radhe Dafina. Unë dhe ledri vola jemi një bashkëpunim. Ndryshimet e saj arrinin çdo ditë. Të gjithë flesnin për një stil të ri, madje para se të shkonte në Amerikë, Dafina kishte ndërruar edhe lookun e saj. Unë e kam qef me bo shumë ndryshime, e kam qef me eksperimentu, kështu që qaj ndryshim ka dalë paprit pa kujtu, që më qmoni me nxez edhe i bona qatë ndryshim. Do më thonë qatë ndryshim nuk kom bo për veti, nuk kom bo për me kalzu që Dafina ka me dalë konkretisht krejt jashtë, krejt ndryshe këtë verë. Pikërisht ndryshimi erdhi për xhirimet e klipit Tonight, që u realizua në Los Angeles dhe pritet të dalë gjatë pjesës së parë të qershorit. Përveç klipit, Dafina krijoi edhe kontakte në SBA. Këngën dhe videoklipin Tonight cila kam realizu si shpejti, besëm që javën tjetër veç ka me dalë klipi në treg, ku është edhe ledri vula featuring në këngën Tonight. Si tash armaret, kanë qenë disa takime në Amerikë edhe kemi gjithuar klip. Ajo, haptazi ka shprehur dëshirën që të ketë bashkëpunim me Rita Orën. Madje, këto dyat kanë shkëmbyer fjalë të mira në Twitter. S'kom bisedu asnjëherë për këto gjëra, po më kom pa në komente ndaj fansa që kanë kërkesa dhe kom thënë edhe me një intervistë tjetër që unë s'kisha pas kur gjë kundër asaj se më pëlqen Rita Ora shumë. Ndryshimet rrënjësore që bëhen në muzikë nga ana e këngëtarëve janë mjaft interesant, sepse ata kanë mundësinë që të kalojnë nga zhandri në zhandër, e stilin ta përshtasin me llojin e muzikës. E këtë po e bën edhe Dafi. Unë gjithmonë luaj me zhandra, shumë po mënoj zhandra që mund përshtaten, që mund pëlqejnë në stilin tim, cilat janë hip hop, R&B, reggae, përzime, se tash në ditë sotit gjitha muzikat e përzin ka pak. Ajo është gati që kjo verë ta ketë vuljen e saj. Kjo stin do të jetë vetëm ngacmim për publikun me nga një single. Album jo, dhe i vitin tjetër, amo ka me pas singla. Bota e muzikës tani më edhe tani është duke funksionuar me anë të labelave, të cilët janë krijuar nga artistë të ndryshëm si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri, por a bën pjesë Dafi në ndonjërin nga to? Jo, unë punoj veç, solo, si Dafina Zeqiri, amo bëj bashkëpunime se kam problem dhe managerin e kam edhe producent që kishin,
cili është për produksionit straight dope, kështu që jo. Përveç suksesit që po përjeton në të gjitha sferat, ajo është angazhuar shumë në koncerte, derisa thirrjet për festival nuk mungojnë. A do të kenë kënaqësinë festivalet që në podiumet e tyre të zbarkoj edhe Dafina Zeqiri? Jo, për shkak se kam shumë angazhime, kam shumë projekte të reja, si thash edhe më herët, dhe kam kohë. Përfundimisht, Dafina Zeqiri ende e buzëqeshur gjen kohën që t'i përshëndes fansat e saj që me padorim ja presin këngët, premton se nuk do t'i zhgënjej. Mas pare du me falindru të gjithë fansat ata e din cilat janë, po menoj në Twitter, në Instagram, në Facebook, për durimin që i kam, për supportin që